Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Economics. Mirë se po takohemi në këtë edicion, ku do të trajtojmë disa tema që kanë të bëjnë me energjinë. E para është shtrëngimi i energjisë prej 16.1% nga zyra rregullatore të energjisë, vendim ky i cili u mor në javën që lëm pas. Do të diskutojmë pashtu edhe tregun e hapur energjetik, varfërinë apo jo energjetike, por edhe synimet e shtetit, strategjitë për çështjet energjetike. Për të gjitha këto në studio kemi të ftuar njohësin e çështjeve energjetike, Adhurem Haxhimusa. Zotëra Haxhimusa, faleminderit për intervistën. Faleminderit fatëm për ftesën, është kënaqësi për mua me qenë këtu. Por para se të vazhdojmë me intervistën, ju ftoj të ndiqni historinë nga mbledhja e fundit e ZRE-s, ku marr vendimi që të shtrajtohet energjia elektrike. Normalisht ai tha Qytetarët e Kosovës do të paguajnë rreth 16% më shtrenjtë për energjinë elektrike të cilën e shpenzojnë. Kështu ka vendosur të premten zyra e rregullatorit për energji. Përmes një komunikate, ZRE ka konfirmuar se rritja në mesatare e çmimit të rrymës për të gjitha kategoritë e konsumatorëve do të jetë 16.1%. ZRE-ja njofton të gjitha palët e interesuara dhe publikun e gjerë se është finalizuar dhe publikuar raporti përfundimtar për të hyrat e lejuara maksimale për vitin 2025 në përputhje me kornizën ligjore dhe regulative në fuqi. Gjithashtu, së bashku me këtë raport janë publikuar edhe përgjigjet zyrtare ndaj komenteve të pranuara gjatë periudhës së konsultimit publik. Në bazë të raporteve të publikuara, rritja në mesatare për të gjitha kategoritë e konsumatorëve do të jetë 16.1%. Në mbledhjen e mbajtur para ditën e së premtes, bordi i ZRE-s ka shqyrtuar dhe aprovuar të hyrat e lejuara maksimale për operatorët e licencuar si në vijem. Kërkesa propozimi fillestari kostit për të hyrat e lejuara maksimale për OST-OT ka qenë 101.878 milion euro, ndërsa ZRE i ka aprovuar këto të hyra në vlerën prej 88.198 milion euro. Kërkesa propozimi fillestari kecit për të hyrat e lejuara maksimale për OSSH ka qenë 214.45 milion euro, ndërsa ZRE i ka aprovuar këto të hyra në vlerën prej 180.653 milion euro. Kërkesa e propozimi fillestari Keskos për të hyrat e lejuara maksimale për FSHU ka qenë 447.626 milion euro, ndërsa ZRE i ka aprovuar këto të hyra në vlerën prej 435.626 milion euro, ku përfshihen operatorët e licencuar OSSH dhe OST-OT. Atëherë konstatoj që me 5 vota për, asnjë kundër, aprovohen hyrat e lejuara maksimale për OST-OT. Me 5 vota për dhe asnjë vot kundër, bordi i zyrës së rregullatorit të energjisë ka aprovuar të gjitha këto pika që i kishte në rend dite. Pavarësisht insistimit të gazetarëve, kryesuesi i ZRE-s Ymer Fejzullahu dhe antarët e bordit refuzuan të tregojnë gjatë mbledhjes përqindjen e saktë të shtrenjtimit të rrymës. mund të veç 100% është rritja. Veç 100% është rritja. Tash mi ma pak konsumator. Tregon 100% është bo çmimi i energjisë. Kur çdo tjetër po ecim na. Drejtori menaxhues i ZRE-s Petrit Pepaj tha se për këtë çështje do të lëshohet komunikat, e cila u bë publike gjatë ditës, ndërsa mbledhja vazhdoi e mbyllur për publikun. E vendimi i zyrës së rregullatorit për shtrëngimin e energjisë elektrike për 16.1% do të përfundojë në gjykatë, pasi shoqëria civile ka vendosur ta sfidojë ligjërisht. Grupi nga iniciative qytetare Asin Send më shumë bën të ditur se padin kundër ZRE-s do ta dërgojnë në gjykatë. Normalisht ai tha Vendimi i zyrës së rregullatorit për energji për të arritur çmimin e energjisë elektrike për 16.1% do të përfundojë në gjykatë. Avokati angazhuar për ta ngritur padin nga grupi protestues Asnjë cent më shumë, Ardian Bajraktari, e ka konfirmuar për televizionin se po punojnë intensivisht që ta padisin sa më shpejt ZRE-n, të cilën e akuzojnë për vendim të paligjshëm. Përfaqësuesi i kësaj nisme qytetare, Ali Sefaj, tha se përveç protestave, tashmë kanë vendosur që t'i ndjekin edhe rrugët ligjore kundër vendimit të ZRE-s. Ne do ta dërgojmë padin në gjykatën themelore në Prishtinë, do të kërkojmë nga gjykata themelore në Prishtinë vendosjen e masës së përkohshme dhe presim që gjykata themelore në Prishtinë do të vendosë masën e përkohshme, e që besojmë shumë që ky vendim i marrëzisë do t'ju mbetet në sirtar si kujtim për vendimarrjen e turpit që kanë bërë, duke i rëndu jetën e qytetarëve të Republikës Kosovës dhe duke i rreziku bizneset që janë taksapaguesit më të vlefshëm të Republikës së Kosovës.
Edhe dhoma e tregtisë dhe industrisë ka shprehur mbështetjen për çdo nismë ligjore të shoqërisë civile që kundërshton rritjen e çmimit të energjisë. Sidomos bizneset e vogla, startupet do të jenë shumë të rrezikuara nga funksionimi i tyre, për shkak edhe fuqisë së tyre ekonomike që e kanë. Pastaj e ke prodhues të tjerë, të cilët zakonisht shpenzojnë më shumë se 800 megawatt në përgjithësi për shkak prodhimit që e kanë. Ata pastaj do të jenë të detyruar, megjithëse për edhe viteve të tjera kur ka pas, sepse ky është viti i hera tretë brenda 4 vjetëve që po na rritet çmimi i energjisë edhe goxha shumë në përgjithësi, edhe ata do të jenë në një moment caktuar të detyruar që të rrisin çmimet. Derisa të merret një vendim nga gjykata mbi këtë paditë të paralajmëruar, qytetarët do duhet të paguajnë faturat e energjisë elektrike me çmimin e ri, prej 1 majit me një rritje prej 16.1%. Ndoqëm kështu dy storë rreth shtretimit të energjisë elektrike dhe paralajmërimit se ky vendim do të sfidohet ligjërisht, ashtu siç paralajmëruam në hyrje të emisionit, në studio kemi të ftuar Adhurim Haxhimusën, që është ligjërues në një prej universiteteve në Zvicër. Zot Haxhimusa, edhe një herë faleminderit shumë për kohën dhe intervistën. Faleminderit për ftesën, që është më herët, është kënaqësi për mua me qenë në studion e RTK-s. Është hera e parë që kemi një intervistë bashkë, në ndërkohë për shikuesit, na thuaj shkurtimisht se çfarë lëndë ligjëron atje në Zvicër, kur ke shkuar realisht? Faktikisht në 2008 kam lëshu Kosovën, kam shku në Vjenjë, kam bërë studimet postdiplomike të masterit, tani në doktoraturës, në fushën e ekonomiksit, me theks veçan në sektorin e energjisë ose në industrit e rjetës. Industrit e rjetës janë telekomunikacioni, energjia edhe hekurudha. Do më thonë, çdo kon ku duhet një rjet i mirë koordinuar për me ofru një shërbim, ne i quajmë industrit e rjetës. Aty kam përfundu doktoraturën, ku kom ligjërut njëtën kohë dhe lanë të ekonomiksit. Në 2019 tani jam zhvendos në Zvicër, ku punoj si ligjërues dhe hulumtues shkencor në fushën e energjisë dhe ligjëroj lanë të ekonomiksit që lidhen me energjinë, por edhe statistikën. Është kënaqësi të dëgjojmë story të tilla kur nga Kosova shkohet dhe ligjërohet për studentët të Zvicranë, por jo vetëm. Në ndërkohë të kthehemi tek çështja jonë kryesore, zotëri Haxhimusa. Kemi një vendim të zyrës së rregullatorit të energjisë për shtrëngtim të energjisë elektrike për 16.1%. Se shihni një vendim të tillë? Ky vendim faktikisht duhet ndahet në 2 faza. E para është si ka ky vendim tani për tani, edhe si është trajtuar me kalimin e kohës e gjithë kjo problematik. Nëse analizojmë në kuptimin afatshkurt, zyra rregullatorit të energjisë e ka pas të obliguar me bë këtë përshtatje të tarifave, për shkak se zyra rregullatorit të energjisë është përgjegjëse për mirëmbajtjen e sistemit elektroenergjetik, edhe është përgjegjëse për, me thonë kështu, stabilitetin financiar të operatorëve të cilët ajo i rregullon. Ndërsa nuk është përgjegjëse për politika sociale edhe ekonomike. Mirë po, nëse ne e marrim edhe e analizojmë në thellësi se si është marrë vendimi edhe a ka pas mundësi ma mirë me shku kjo procedurë, atëherë është ne aty e hapim faktikisht temën edhe debatin. Po është edhe dimensioni tjetër si është trajtuar gjithë kjo temë me kalimin e viteve, domethënë prej pas luftës, nëse e marrim parasysh e prejmë kohën prej pas luftës deri sot, edhe aty faktikisht janë bërë gabime, edhe anashkalime të mëdha, të cilat faktikisht në realitet në atashti jenë aty korë ato të këqijat e aty në vendimeve të kaluara. Vendimi për shtretim prej 16.1%, a ka mundur të evitohet të jetë më i vogël? Tashti, ai ka mujt me konë më e vogël, mirë po ajo shkon në dëm të operatorëve, në këtë rast Kecit, Keskos edhe Kostit. Kjo ngritje që është u bë tani është rezultat i ramjeve të paplanifikuara që i ka pas Keku, disa bloqe të Kekut, sidomos gjatë periudhës në nëndorit edhe dhjetorit. Pikërisht në periudhën nëndor-dhjetor, çmimet e energjisë elektrike rritën në bursat energjetike në Evropë, edhe koha kur ne duhet me importu, kur ne importojmë energjinë elektrike, çmimet kanë qenë më të larta dhe kjo faktikisht e ka çuar me një ngritje të madhe, ngarkesë të madhe financiare për Keskon edhe Kec, cilat kanë importu energji elektrike ma shumë se sa ato e kanë pas të lejume nga zyra rregullatorit të energjisë. Me qëllim për me i eliminu ndërprerjet e shumtat të energjisë elektrike, ato kanë importu edhe fakt në realitet ato e kanë një deficit financiar, cilën ato kërkojnë tashti në periudhën rregulluese 2025-2027 me u mbulu ai deficit financiar. Mirë po,
a ka pas mundësi me u evitu kjo, ka pas mundësi me u evitu forma se si o të u shpërnda ky 16%. Këta e kanë marrë, tash po hym në detajet e këtij vendimi, nëse ka pas mundësi me u bë një rishpërndarje e ngarkesës financiare të këtij 16%. Në rast se e kishmi marrë dhe e kishmi ndonë në bloqe më të shumë të konzumin, e kishmi analizu profilet e konzumit të secilit konzumatore dhe e kishmi pas se kush është duke ngarku sistemin elektroenergjetik më shumë, edhe e kishmi ndonë në bloqe të caktuar me konzumatorët, atëherë e kishmi mujt me identifiku shumë më mirë dhe shumë më lehtë cilët janë konzumatorët me thonë kështu problematik, edhe cilët janë konzumatorët jo problematik për sistemin elektroenergjetik. Për konzumatorët jo problematik, ne duhet i nxisim që ata të qëndrojnë në atë nivel të konzumit. Konzumatorët problematik, me thonë kështu që kanë konzum shumë të lartë, duhet i vëdijsojmë që konzumin që janë të bë është jashtë mundësive të sistemit elektroenergjetik, prandaj duhet i nxisim ata që ta ulin konzumin edhe faktikisht të arrijmë një nivel më të ulët të konzumit. E çish bëhet kjo? Kjo bëhet nëse bëjmë tarifa të mirë informume, nëse i marrim dhënat, i mbledhim dhënat e konzumit, dhënat e gjenerimit, dhënat e ndërprerjeve të energjisë elektrike, edhe bazohemi në analiza të mirë fillta empirike, ekonometrike, cilat na japin parametra të caktuar për secilin grup të konsumatorëve dhe në bazë të tyre zyra rregullatorit të energjisë ka mujt me ardhë. Me thonë, ne kemi planin A, planin B, planin C edhe D. I kemi analizat. Kjo e ngarkon këtë grup të konsumatorëve, kjo e ngarkon këtë grup të konsumatorëve me këtë përqindje, edhe tash i mbetet të bëhet një debat i hapur me institucione tjera, për shkak se këtu automatikisht ka implikacione për Ministrinë e Ekonomisë, Ministrinë e Financave, Ministrinë e Mirëqenies dhe Punëve Sociale, për shkak se ne krijojmë me thonë kështu, varfrinë energjetike që ne e cilësojmë në ekonomi, dhe më thonë, në rast se ke kësi implikacione, ti i merë duhet me u konsultu me akter tjerë shtetënor, ashtu që me marrë një vendim të koordinum. E vendimi i koordinum këtu mungon, nuk është marrë një vendim i koordinum dhe e vrem që asë Ministria e Ekonomisë nuk është mire koordinume me zyrën e rregullatorit të energjisë. Do se i ka dërguar propozimet të saj Ministria e Ekonomisë. Po, këto janë reakcione. Nuk ka pas një analizë të përbashkët para një viti për këtë punë, edhe ku këto bashkarisht kishin ardhur deri te një vendim, zyra rregullatorit të energjisë, tash të mos thim në kompetencë, ajo e merr vetë vendimin, mirë po e merr një vendim të mirë informuar edhe të mirë koordinuar me aktorë tjerë institucional që janë përgjegjës për fushat e ndryshme. Edhe në këtë formë e kishmi reduktu rezistencën sociale që për momentin e kemi, protestat e ndryshme, edhe pakënaqësinë e qytetarëve. Për shkak se kishim dalë, kishim thonë, i kemi 5 opsione, gjitha janë të këqija, mirë po 5 zgjedhëm të keqen më të vogël. Dhe në këtë rast, sipas jush, pretendoni se zyra rregullatore të energjisë nuk e kanë ndjekur këtë strategji për një vendim të tillë, por e kanë ndjekur rrugën më të lehtë që të merret një vendim prej 16.1% për shtrenjtim? Në pika trasha është ashtu. Zyra rregullatorit të energjisë e ka zgjedh rrugën më të lehtën, sikurse uji që zgjedh udhën më të lehtën për me rrjedh, njëjtën e ka bërë dhe zyra rregullatorit të energjisë. Mirë po, tash ti jemi reale. Zyra rregullatorit të energjisë nuk i ka kapacitet për me bërë analiza të tilla. Nuk i ka as kapacitet njerëzore, po nuk i ka edhe ato financiare. Edhe tash ti përgjithësi e kujt është kjo. Kjo tash vime dhe e ngrejmë problemin në një instancë tjetër që vjen faktikisht është në realitet parlamenti ai i cili është duhet ta shtojë numrin duhet kujdeset, faktikisht duhet të kujdeset që fuqia, integriteti edhe kredibiliteti i zyrës rregullatorit të energjisë është përgjegjësi e parlamentit, edhe në këtë rast edhe zyra rregullatorit të energjisë, menaxhmenti i saj duhet kujdeset të kërkojë, që thot populli fëmia pa kojt nuk i jep nona xhi, duhet të kërkojë që shikoj ne kemi këto kapacitete mirë, po nuk janë të bollshme dhe ne nuk mund të kryjmë operacionet tona të cilat janë të kërkuara me ligj, edhe prandaj edhe kërkojmë shtimin e kapaciteteve. Një punë tillë nuk e ka bërë zyra rregullatorit të energjisë. As sot, po as edhe në të kaluar nuk janë kryer këto detyra që ju takojnë aty në mes. Dhe derisa nuk ndodh një gjë e tillë, pasojat i bartin qytetarët me pagesë më të lartë për energji. Sakt. Çdo herë, çdo politik, qoftë e mirë, qoftë e keqe, kostot e saj çdo herë në ekonomi thuhet që i bën qytetari. Në fund, ai e pagun faturën. Edhe si rezultat i kësaj kemi politikat jo mirëfillta energjetike qysh prej pas luftës, si në formën se si ju kemi qas privatizimit të kecit, si në formën që ju kemi qas ndërtimit të kapaciteteve të reja gjeneruse, si në formën që ju kemi qas ndërtimit të kapaciteteve ose modernizimit të rrjetit të transmisionit, kanë qenë të gabuar me kalimin e kohës, edhe sot
ka ardhur momenti që ato që e mbjella dhe kur sot jemi të kur tarifa më të larta energjetike. Zotëra Xhimusa, është edhe një çështje në debatet nëpër media, por jo vetëm, pra thuhet që janë rreth 80 milion euro në sistemin energjetik të Kosovës, cilat kanë munguar dhe ZRE-ja realisht është dashur që këto 80 milion të mbulohen nga shtetimi i energjisë elektrike. Por në anën tjetër, tek kërkesat e operatorëve energjetik drejtuar ZRE-s ka pasur arsye, siç është thënë nëpër media, shtretimi ose rritja e pagës minimale, si një prej arsyeve që duhet të rriten kërkesat për të hyrat e lejuara maksimale nga ana e ZRE-s, ka pasur kërkesa nga më të ndryshmet dhe humbjet teknike, komerciale, por pse duhet një konsumator i fundit ta paguaj dhe ta bartë pasoje nëpërmjet pagesave më të larta për humbjet që shkaktohen qoftë teknike, qoftë komerciale tek operatorët energjetik. Pyetje me vend, po tham për shkak se humbjet humbjet në rezultat i humbjet e mëdha që i kemi diku në rreth 20% e energjisë që na faktikisht e prodhojmë, ajo humbet gjatë kalimit në kalimit elektroneve në përqus, ajo humbet në nxehën përqus edhe e kem humbje. Mirë, po këto humbje që i kem, ne i kem humbje si rezultat i mungesës së investimeve adekuate me kalimin e kohës. Investimet adekuate nuk i ka leju zyra rregullatorit të energjisë në sistemin elektroenergjetik. Po flas se sistemin elektroenergjetik, po mendoj këto në sistemin e distribucionit edhe në sistemin e transmisionit. Me frikën se momenti që kemi investime shtesë, investimet duhet të mu kthy. Momenti që investimet duhet mu kthy, ato transmetohen direkt drejt për drejt në tarifa më të larta. Prandaj, zyra rregullatorit të energjisë, jo ky konstelacion që është për momentin sot, po mirë, po me kalimin e kohës ka ndjek edhe politika sociale për shkak të presioneve të ndryshme ndoshta politike, e ka moj tarifat e ulta. Ne jemi ndi krenar që i kemi çmimet më të ulta në Evropë dhe i kemi çmimet më të ulta në Evropë, mirë po sot duhet me pagu një ditë atë sekund, edhe kjo është rezultat që kemi humbjet më të ulta në sistemin elektroenergjetik në Evropë, mirë po edhe nuk kemi një rrugë, nuk kemi atë ditë, edhe kjo ngritje tash që të bëj 16%, nuk është u bë ngritje se ne kemi me pas stabilitet mirëfillt, stabilitet më të lartë me furnizim energji elektrike. Kjo ngritje është u bë për me pagu borxhin ose energjinë që e kemi konsumuar në dorë dhe 10 orë të 2024-s. Kjo është faktikisht ajo që mua më preokupon, për shkak se nuk jemi të e posë ngritjen, sepse ne jemi të dashur me e modernizu, me e ringrit sistemin elektroenergjetik, ashtu që në të ardhmen të kemi furnizim stabil edhe më cilësor me energji elektrike, ku në biseda që i kam pas me disa biznese, ato ankohen që nuk po mund me i fut në funksion një pjesë të pajisjeve të tyre, për shkak se stabiliteti, cilësia e furnizimit me energji elektrike është e dopt, edhe si rezultat i kësaj nuk po mund me i futa. Këto janë humbje të mëdha që në realitet ne as vetë nuk e dim cilat janë humbjet ekonomike e sociale që i kem si rezultat i furnizimit jo stabil me energji elektrike edhe si rezultat i ndërprerjeve të pa planifikueshme që na mbahen. Veç është një gjë paradoksale nëse mund ta quajmë ashtu, për shkak se ju thoni që ZRE-ja nuk ka lejuar që të ketë investime të mëdha, por në anën tjetër ne kemi një privatizim të distribucionit. Kur është privatizuar, është thënë që është zotuar që do të investoj 300 milion euro në rrjet investime për 15 vite. Dhe në këtë rast, të gjitha ato investime merren si të mirëqenia nga ana e zyrës së rregullatorit të energjisë, nga ana e KEC-it, pasi siç thuhet, nuk është shikon një audit konkret në terren të atyre investimeve. Nëse nuk ka audit të mirëfillt të atyre investime, atëherë përgjigjet se zyra rregullatorit të energjisë. Pse nuk i bën ato auditim? Mirë po, është në interes të sistemit të distribucionit edhe të transmisionit që ato të bëjnë investime sa më të larta, për shkak se sa më të larta që të jenë investimet, aq më të larta e kanë ato edhe kthimin. Po në njëjtën kohë edhe aq më të larta do të jetë çmimi që ne do të paguajmë. Është njësoj, nëse paguën çmimin më të lartë, e ki cilësinë më të mirë, është si për secilin do produkt që e blen, e paguën më shumë e ki cilësinë. Ne kemi këto çmime që i kemi për momentin, këto tarifa për shkak se edhe nuk kemi furnizim stabil me energji elektrike. Është për më të ardhur keq, kur dëgjojmë që ne kemi protesta për mos me ngritë çmimet e energjisë elektrike, mirë po ne nuk kemi protesta pse po ndërprehet energji elektrike ku e vend e pa vend.
Këtu do më thonë është edhe kjo është një lloj paradoksi. Ne ankohemi për çmime më të larta, mirë po nuk ankohemi pse nuk kemi furnizim stabil me energji elektrike. Bizneset që sot po protestojnë, kemi me pos kostot nol, kemi me pos ngarkesë të madhe financiare si rezultati ngritjes së tarifave, mirë po ato kur nuk janë qenë protestë, pse nuk kemi në furnizim stabil me energji elektrike. Bizneset në Serbi, në Maqedoni, ato kanë furnizim stabil me energji elektrike. Kur mund të jetë një investor vendor konkurrues me një investor rajonal në Serbi ose në Maqedoni, nëse ne nuk kemi furnizim stabil me energji elektrike. Po cili investor tjetër i huaj, po qoftë edhe vendor, investon në Kosovë në rast se ne nuk kemi furnizim stabil me energji elektrike. Mbi gjitha, investorët dhe bizneset aktuale vendore që i kemi, ato janë të detyruar me konsumu energjinë elektrike për shkak se ne s'kemi burime tjera të energjisë. Nuk e kemi gazin, nuk e kemi naftën, nuk e kemi kapacitetet për me i shfrytëzu burimet e tjera të energjisë, ne nuk i kemi të ngritna. Si rezultat, ne jemi të detyruar, jemi të lidhur, me thonë kështu locked që thuhet, jemi të bllokuar me shfrytëzu energjinë elektrike. Edhe kjo, nëse nuk është stabile, atëherë për cilin investor ne do të jemi atraktiv, edhe so vendet punës ne do të mund t'i gjenerojmë, ose cila është, ne nuk e kemi një analizë tillë, cila është kostoja ose numri i vendeve të punës që ne i kemi hupur në 25 vitet e fundit si rezultat i mungesës me furnizim stabil me energji elektrike. Kjo pyetje duhet me u ngrit në nivel shumë më të lartë se vetë zyra rregullatorit të energjisë, duhet me u ngrit në nivel të interesit nacional, cilën duhet me u bë një analizë mirëfillt, ashtu që në me marr tani një vendim edhe më javon me thonë kështu detyrë për me implementu këtë strategji në këtë drejtim zyra rregullatorit të energjisë apo edhe Ministria e Ekonomisë. Si do të ndikoj shtrëngtimi i energjisë elektrike tek bizneset? E para, ky vendim është marrë si përsëri janë marrë dy vendime të njëjtën kohë, që edhe me drejt edhe akuzohet zyra rregullatorit të energjisë në kohën kur ne jemi në tranzicionin institucional të kaluar nga qeveria e mëparshme në qeverinë e re. Për shkak se një pjesë e madhe e institucioneve qeveritare janë në detyrë dhe nuk e kanë funksionin e plot tyre. Edhe forma se qysh është bën ngritja, one e shoh shumë të gabueshme për një arsye. Arsyeja është se janë kriteret të cilat shfrytëzohen në momentin kur është marrë vendimi në 2017, me të njëjtat kritere vendoset sot cilat biznese me kom pjesë e kësaj tregut hapur energjetik. Po dhe ta përfundojmë këto. E përfundojmë këto, pastaj do të kalim tek tema tjetër për tregun hapur. Tashti kur është marrë në atë kohë vendimi, o kanë 10 milion euro edhe mbi 50 punëtorë. Tashti, unë e ma çdo herë si shembull, tham nëse një kompani XY ka pas 35 punëtorë në 2017, ka pas një qarkullim 750 milion euro, ka përpunu metalin si rezultat i ngritjes së çmimeve, sidomos në kohë të fundit, ajo tashti ndoshta ka qarkullim dikon 12-13 milion euro, mirë po vlerë reale, ajo kompani nuk ka më shumë se 7 milion e gjys, mirë po si rezultat i inflacionit, ajo e plotson tashti këtë kriter. Në realitet nuk ka, domethënë vlerë reale, ajo kompani nuk është më e madhe, realisht, mirë po në numra nominal, ajo e mrrin këtë prag, e si rezultat i kësaj, në një farë forme penalizohet ose detyrohet me dalë në tregun e hapur. Më trego për efektet fillimisht, çfarë efektesh do të ketë tek bizneset shtrëngtimi i energjisë elektrike, por pastaj do të flasim konkretisht edhe për tregun e hapur. Po bizneset, siç e thash më parë, janë të detyruar me konsumu energjinë elektrike, nuk kanë forma tjera. Momentin që ato janë të bllokuar me shfrytëzu vetëm energjinë elektrike, ato drejt për drejt ajo kosto bartët te këto. Nëse Kosova i kish pas mundësinë, nëse i kishmi pas në kapacitetet, po flas kështu gypat e gazit i kishmi pas shpërndarë nëpër vend, disa biznese kanë mujt një pjesë të energjisë me zëvendësu energjinë elektrike me zëvendësu me burime tjera. Mirë po edhe në këtë rast, duhet me cek në bisedat që i kam pas me disa biznese janë në negociata me prodhues të ndryshëm të turbinave të gazit, ose generatorëve jo të dizelit, po të gazit, edhe dojnë me u shkëput komplet nga sistemi elektroenergjetik i Kosovës, edhe dojnë me një farë me u bo vetë gjenerus, si rezultat i rritjes së çmimit, mirë po edhe mbi gjitha është mungesa e furnizimit
stabil me energji elektrike. Do të ketë efekte negative Do për të ketë ndërtësi. efekte negative, nuk do të jetë për reputacionin e Kosovës, do të jetë një dëm shumë i madh, për shkak se nëse vjen një biznes i huaj, po një biznes edhe qoftë nga diaspora, vjen në Kosovë, do me investu, ai duhet me llogaritë që duhet me i fu dikon 300.000 deri në 500.000 euro, vetëm për me siguru furnizimin stabil me energji elektrike, gjë të cilën ti nuk e ke në Serbi, për shkak se vetëm qasësh në sistemin, me thonë kështu e lidh telin për banderi, edhe faktikisht e ki furnizimin stabil me energji elektrike. Janë kosto shtesë, cilat bizneset do të me i marë. E në fund që thënë në fillim, kush e pagun këtë kosto shtesë, e pagun qytetari. Pra, në përgjithësi shtrëngtimi, efektet negative do t'i bartë edhe biznesit, gjithsesi. Efektet negative varet tashti prej industrisë, ose prej nivelit të konkurencës. Nëse flasim për biznese ku niveli konkurencës është shumë i lartë, ato e kanë më të pamundur, e kanë mundësit i kanë më të vogla për me bartë këtë ngritje të kostës direkt në tarifa, në çmime më të larta. Nëse kemi biznese cilat janë, me thonë kështu e kanë një lloj monopoli, mini monopoli në fushën në cilën i ofrojnë ato shërbimet e veta, ato ka mundësi që jo vetëm me bartë një me një këtë ngritje, mirë po ato ka mundësi me shfrytëzu këta, me ngritje dhe halo ma shumë se sa që është rritje e kasës reale. Kjo do të ishte dëm edhe më i madh. Kalojmë tek tregu i hapur energjetik, si RTK, si Emision Economics, ne kemi dërguar pyetje zyrës së regulatorit të energjisë, për shkak se nga një qershori, bizneset të cilat kanë më shumë se 50 punëtorë dhe më shumë se 10 milion euro qarkullim, do të duhet që të kalojnë në tregun e hapur energjetik, zotëria Xhi Musa. Në ndërkohë, deri tani, zyrja regulatorit nuk është përgjigjur në pyetjet tona se sa kompani janë që do të ofrojnë energji elektrike në treg, cilat janë ato kompani dhe cilat janë ofertat e tyre për çmim të energjisë elektrike. Pra nuk kemi përgjigje nga zyra regulatorit. Në ndërkohë bizneset të gjitha, shoqatat, përfaqësuesit e biznesit janë kundër një kalimi në tregun e hapur energjetik tani, për shkak se nuk janë rregulluar të gjitha gjërat për të kaluar në tregun e hapur energjetik. Bizneset e kërkojnë tregun e hapur energjetik, por jo në këtë formë, jo pa pasur përgatitje. Ju se shihni një gjë të tillë. Unë jam ekonomist edhe duhet ta përkraj tregun e hapur, edhe tregun e hapur konkurrues, ku shumë akterë, shumë kompani konkurrojnë për me pas një pjesë të tregut. Mirë po, forma se që të bo liberalizimi i tregut Kosovë është, me thonë kështu, një liberalizim i përzim i tregut. Për shkak se Keko është i obligum energjin e lirë që e ka, nga Thëngjilli, me ashit të tërën kecit përsa ajo ka kërkes për me konzumu ata. Në realitet, që ka ndodhë këto, prodhust mbi 10 milion euro, ose ndërmarrja që kanë mbi 10 milion euro, ose mbi 50 punëtor, ato në një farë forme do të përjashtohen nga prodhimi vendor. Për shkak se i gjithë prodhimi vendor do të shkoj nëpërmjet kecit, edhe keskos do të shkoj tek anvistrit. Konzumi i energjisë elektrike, atë që e prodhon Keku nuk është i mjaftueshëm për me mbulu konzumin tek anvistrit. Çka nuk kupton kjo që bizneset e Kosovës do të detyrohen të dalin të blejnë energjinë elektrike jashtë vendit, ose kompanitë cilat e ofrojnë energjinë elektrike në Kosovë për biznese, ato do të blejnë energjinë elektrike diku jashtë vendit. Po kjo do të arrisë çmimin e energjisë. Patjetër kjo do të arrisë, janë disa kalkulime që i paraqesin disa biznese, dikon rreth 100% do të rritet fatura për to. Nëse ka biznes që ka pagu 200.000 euro për konzum të energjisë elektrike, brenda vitit tash do të paguaj 400.000 euro. Tash po të kthehemi edhe te kjo. Edhe kur është bë liberalizimi i tregut, edhe kur është marrë ky vendim që prej një qershorit me i hudh këto biznese në tregun e hapun, nuk është bë një analizë paraprake, cilat janë kapacitetet tona institucionale që me i adresu me thonë këto ankesat e këtyre bizneseve. Shumë biznese nuk i kanë kapacitetin me shku me negocu një kontratë tillë. Ato kanë mundësin me negocu, kanë edhe fuqi negocuese, nuk është marrë, nuk është kriju ndonjë task force e cila mundohet t'i marrë dhe t'i lidh gjitha këto biznese, ashtu që këto nëse shko një zëri, e kanë fuqi negocuese shumë atë lartë. Mirë po, i kemi marrë dhe i kemi vendosur në tregun e lirë, pa bo një analizë të mirë fill, edhe pa e pasna, paraprakisht, pa e di se sot do të jetë çmimi
parafërsisht çmimi i energjisë elektrike që këto do të paguajnë. Ne tash që thamë që thashën këto 200.000 në 400.000, kjo është vetëm në disa kalkulime që i kanë bë disa biznese vet. Jo domethënë kështu kalkulime, po them kështu amatoreske, po kalkulime shumë të lehta. Këtu është dash një analizë shumë e mirë fillt me u bë për shkak se momentin që ti e prek biznesin, e tham pak më parë, ajo drejt për drejt e prek edhe qytetarin, prek në vendet lira të punës, prek edhe në çmimet, të cilat i ofrojnë ata me produktet e tyre. Jemi në minutat e fundit të intervistës, do doja përgjigje më të shkurta, zotëra Xhimusa, a duhet që të shtyhet një vendim i tillë? Në bazë nëse e marrim edhe shikojmë ligjin për energjinë, zyra rregullatorit të energjisë nuk e merr një vendim tillë, edhe mirë po unë besoj që zyra rregullatorit të energjisë duhet me reflektu realitetin që është, dhe duhet me reflektu që nuk i ka kapacitetet e soja, edhe një vendim i tillë ka implikacione të mëdha ekonomike dhe shoqërore, prandaj unë besoj që do të ishte dashur që qeveria të jetë më proaktive në këtë vendim, edhe të ulëm bashkë të bëjmë analiza më të mirë fillta edhe të mirët një vendim i mirë informuar, mirë edhe jo vendime me tahmin e me hamendje, mirë po jo ta çojmë dorën, ma merr mendje është që kaq, mirë po të themi e kemi opsionin A, B, C edhe D, ne po vendosim për opsionin, po supozoj këtë në opsionin C, për shkak se kjo është vendimi me implikacionet më të vogla ekonomike, financiare dhe shoqërore. Do të flasim shkurtimisht për pavarësinë apo varësinë energjetike të Kosovës. Zotëra Xhimusa, nuk kemi investuar në kapacitetet të reja gjeneruese për energji, ndërkohë kemi një strategji qeveritare 2022-2031, ku shihet që ka për shembull një synohet prodhimi i 1300 megawattëve nga energjia e ripërtërshme. Se vlerëson një strategjinë qeveritare dhe çka duhet bëhemi që të pavarësohemi në aspektin energjetik? Strategjia energjisë e kemi bë dy vlerësime të asaj strategjisë. Një ka qenë me grupin e Susalb, edhe një ka qenë bashkëpunim me Anita Baralia, ku e kemi marrë dhe kemi analizuar çdo fjali, e kemi analizuar të strategjisë energjisë. Ka paradokse mbrana strategjisë energjisë. Është një paradoks që unë shoh janë të parapo me 2.8 miliardë investime. Mirë po, që ka ndodhë më rreth aty 2.8 miliardëve, nuk kemi përmirësim të furnizimit me energji elektrike. Edhe ngritja kapaciteteve nga burimet e ripërtërshme për 1300 megawatt-orë nuk paraqitet aty se si do ta bëjmë stabilizimin e rrjetit, për shkak se sa më e lartë që të jetë përqindja e integrimit të burimeve të ripërtërshme të energjisë, aq më e lartë është nevoja për shërbime shtesë, shërbime mbështetëse në sistemin elektroenergjetik për me mujt me mbajt stabilitetin energjetik në Kosovë. Nëse kemi politikat mirë fillta, nëse kemi një qeveri proaktive, qeverisje proaktive, nëse kemi institucione të mirë fillta, unë besoj që këto qëllime mund me umrit, mund me arrit, mirë po, duke e pas parasysh regresion, nëse mbojmë një regresion, duke e pas parasysh të kalumën, edhe e përdorim këto për me bë një progresion për të ardhmen, unë nuk besoj që mund t'i arrim në këto qëllime, edhe nëse i arrim këto qëllime, këna me pagu një kosto shumë më të lartë, se sa ajo që është parashiku, që është parapo në strategjinë e energjisë. Ndërkohë kemi edhe solaren, 100 megawatt, parkun solar, por edhe ato me erë, cili pritet që të shpallet të nderi, nëse mund të quajmë ashtu, ose thirrja e ofertave. Po, nëse e marrim edhe shikojmë trendin e konzumit të energjisë elektrike, edhe nevojat e tregut Kosovës, qoftë nga investori, qoftë nga bizneset, atëherë këto parqe solare për 100 megawatt edhe parku i erës për 100 megawatt është pluhun tesha dhe absolut nuk mundet me imbulu as nevojat bazike. 100 megawatt kapacitet, ajo me një eficiencë, po supozojmë dikon 30%, në mesatërisht për çdo orë brenda 8760 orëve të vitit, mundet me t'i prodhoj maksimumi 30-35 megawatt orë. 30-35 megawatt orë në raport me 1500 megawatt orë që ne e kemi konzumin, sidomos gjatë dimrit, atëherë kur gjenerimi nga panelet solare është shumë ai olt, efekti saj është inexistent. Zotëra Xhimusa, kemi edhe shumë për të diskutuar, por kaq janë minutat për këtë emision. Faleminderit shumë edhe një herë që ishe pjesë e Ekonomiksit. Faleminderit, shpresoj që këmujt me dhënë kontributin tëm. Faleminderit shikues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë emision. Faleminderit shumë që na ndoqët. Deri të martën e ardhshme. Mirëmbëngjes.